Na si popull shqiptar jem pak ma të gotë shumë, po kur jeto ti jashtë, i kishe disa njerëz, tani thu, wow, që kjo ka me e mirë se aje jona. Edhe kur vinë fëmijët, i vinë dësene, tani shkon njëri të qetësu pak. Edhe bashkëshort jam andrej çdo herë, po kur po vishin fëmijët, tani bashkëshort apo kaloj keni shkollë ma poshtë. Se në fillim bashkëshort janë, është normal, fillimi kur jam largu pe familjes ka qenë pak ma vështirë. Pe prindve, pe vllaznive, motër. Pe Finlandës. Pe Finlandës. Të sa vite jenë në Finlandë? Se 14 vite. 14 vite. Po. A ndërkohë ç'është është Finlanda? Finlanda shumë e mirë, vend i qetë, populli shumë i qetë, të kulturum, njerëz të kulturum, shumë mirë. A kemi çfarë kulturë në Finlandën këtu? E kemi në atë kulturë, edhe na jemi të kulturum, po pak ma ndryshe, ata janë pak ma shumë të shkollum, për arsye që kam pas mundësit ma mirë se na. Çka dallojnë Finlandë me kulturën tonë? Po ata janë shumë atë qetë, janë ma të qetë, kultura jonë pak edhe fejt ndryshojnë, ne jem fej muslimane këtu, tash i ka krejt ato dallimet tjera. A respektojnë që një fe tjetër për shembull ju atje? Si? Fenë tonë, a respektojnë atje? Po, e respektojnë, gjithë i respektojnë, edhe fejt tonë e respektojnë atje. Mirë, edhe kulturën tonë e respektojnë. Cilat kultura i runë sot? Që kena no, sa atje i praktikojnë? Po gjitha munduhum nga pak si me familje me qenë, mi pas familjen shqiptare, së senë. Familjen shqiptare? Po. A ndërkohë fëmijë pas kemi më duket? Po. Sa fëmijë keni? 2. Me qatë. Faleminderit. Me pas koni prind jashtë është pak ma ndryshe, për me të ku fëmijën edhe për me dhe me thënë më kujtes. Çfarë ndryshimi është një prind kur jeton jashtë, kur dhe me thënë kur ka fëmijë atje? Se di me thonë drejtën me thonë çfarë ndryshimi ka këtu me atje, se prind janë gjithë njësoj, edhe gjithë ja dojnë të mirën fëmijëve të vetë, edhe bojnë maksimumin për fëmijën e vetë, edhe këtu edhe atje. Po, veç më rrit me një prind tjetër atje është pak ma ndryshe. Po, pak ma ndryshe, ama si do qoftë edhe atje, do të më përshtat asaj frymës atje, kur jeton atje, e merr pak atë kulturën atje, ishit i përshtatesh atje, ishit edhe shumë mirë shka. A ke marrë që atë kulturën me si ishit pak? Po, diçka po, se 14 vite diçka të kapet, edhe mu diçka mu ka kapet mirë. A çka punon atje? Unë punoj ndërtimtari. Po. Sa vite ke punon? Që 14 vite, prej se kam shku në fillim, të njëjtën firmë, kam qenë deri tash firmë. Është punë e lodhshme? Nuk është punë e lodhshme, është punë e mirë. Fillim normal, fillimi ka qenë pak i lodhshëm, po tash jo, nuk është më i lodhshëm. Për shembull, i kontorit thjesht apo gut atje? Po atje pak janë se unë nëse me startin po foli, është 10 € start që fillon, po ora, edhe aty e naltë sa vlerësohesh. Sa arrit kapacitetin me kuptu punën, me ka një vlefshëm për firmen, edhe ato shkojnë të rritë çdo herë. Çfarë ja punon? Ju, për momentin se na e kemi qunin 6 muaj, është me fëmijë. A është problem me një rrogë, të mja dalë për një familje? Punoni 2 vetë. Është pak problem, që tashti është pak problem se kanë shku çmimet shumë lartë, edhe nuk është shumë lehtë mja dalë edhe atje me një rrogë nëse ki 2 fëmijë, nusja nuk punon, është pak vështirë. Po prapë se prapë, mirë, ma mirë se këtu ja del. Sfida keni pas? Po normal, Sfida më e madhe që keni pas, që keni përballë. Po tash se di cila për momentin s'muna me ta thonë cila është po sfida se çdo njeri kemi krejt, po jo edhe ashtu të madhe që muna me ta thonë kjo më ka. Po një që e keni te i kalu? Se di, valla me të thonë drejtën gjitha sfidat kanë qenë pak për me arrit suksese, kanë qenë krejt sfidat, po jo edhe ashtu shumë të madhe sfidat. Thjeshta normali, jo edhe shumë ashtu. Për me arrit suksesin, a është probleme arrit atë çelësin e suksesit? Po veç do të me punu, mu angazhu, vazhdimisht mu angazhu, me punu edhe i arrit krejt. Kush ta ndrejsh ditën? Kjo. Kjo bukurushja, po. Kjo, fëmija, familja, prind këtu kur ve, super. Po bashkëshortja? Edhe bashkëshortja më ndrej çdo herë, po kur po vishin fëmijë tani bashkëshortja po kaloj keni shkollë më poshtë. Se në fillim bashkëshortja është. Me që mi ta për një thojnë, me kalimin e fëmijëve kur të vinë, ajo dashuria pak niset për fëmijë, e lenë në më thënë dashurinë për bashkëshortën pak. Jo që zbehet. Jo që zbehet, po prapë mbarin këta se lind një dashuri e re, edhe çdo dashuri e re është më e fortë se ajo që ka qenë. Edhe fëmija kur vinë tani, dashurot një ma shumë fëmijë, donë ma shumë fëmijë.
Kjo jeta prindërore sa të ka po me ndryshu një ty si prind? Po shumë gjëra kanë ndryshu. Shumë gjëra kanë ndryshu. Sa të ndryshu për shkak? Po me i kuptu pak ma mirë, senet me konë ma tolerant në gjithë shka. Edhe gjdo sen kur e bën të shkon pak menja të fëmit. Kjo tolerancë në cip, sa e kemi? Sa jemi tolerancë? Po jam tolerant, tash jam mirë tolerant. Shumë mirë jam tolerant. I marrë senet me qetësi, analizoj, nuk folë shumë shpejt se dikur. Dikur na si popull shqiptari jem pak ma të gotë shumë. Po kur jetë ti jashtë, i kishe disa njerëz, tani thu, wow, që kjo koka me e mirë se aje jona. Edhe kur vinë fëmijët, vinë dë senet, tani shkon njëre të qetësu pak. A do të cilin e ki pas vendimin ma të vështirë në jetë? Vendimin, Ma të vështirë. vallaj, nuk e di, nuk kam ba diçka naj vendim shumë të vështirë kështu me ba. Vështirë me pas. Se s'kam pas, se si të qarta i kam pas senet që në fillim. Si në fillim s'kam pas diçka në i vendim që kam ba që më ka orë shumë vështirë me ba të vendim. Nuk i diçka dhe të Jo, nuk kam. Vendim, diçka që ka marrë një vendim edhe më ka orë vështirë me marrat vendim, jo. Krejt vendimet i ka marrë nuk shumë letë. Pa ka qenë ai vendimit kur kam dalë pej Kosovë, normal, qaj pak ma i vështirë ka qenë, apo kupton, po në atë kohë tash edhe të folëm drejt kushtet, këtu ishin shumë të vështira, edhe si ishte edhe shumë i vështirë ai vendimi, se për mi bon jetë ma të mirë, po normal, fillimi kur ju më largu pej familjes, ka qenë pak ma vështirë, pej prendve, pej vllaznive, motër, kështu. A e sa dëshmonë që shku jashtë? Jo, nuk jam pishman heq. Jo, si jam pishman. Shqyqyr që kam shku. Qka me bona këto ti shumë konkret këto? Shqyqyr zotit këto Mergata ka investu shumë edhe po shkujnë senet u hidis. Edhe populli këtu ka bo shumë, ama edhe Mergata ka investu, ka një mu popullit shumë këto. Do të në fund me përbi bisedve një mesazh, një këshill. Gjithë njerëzve kudo që historisë të jetës. Kerejtve ju kësha thonë që veç punoni sa ma shumë. Me punu sa ma shumë, me dash vendin tanë, me rregullu, edhe pse na jem jashtë atje, po shumë e dojna vendin tonë. Sa ma shumë me punu, me nërejt senet, që një dit me pas nashta i shalla mu këthy krejt këto, edhe më kanë të knaqën të lumë të këto. Ata shumë kënaqësi, të uroj më të mira në jetë, po shimet kanë Shumë, falenderit shumë, falenderit.